Ministri mbrojtjes i cili gjatë verës u shfaq shpesh në terren vetëm pasi flakët kishin shkatruar gjithçka, deklaroi në parlament se emergjenca civile vitin e ardhshëm do të modernizohen ndjeshëm. Ai theksoi se 4.3 miliard lek janë parashikuar për emergjenca civile duke përfshirë ngritjen e 2 qendrave rajonale, blerjen e 2 avionëve zjarrfikës dhe investime në teknologjinë parandaluese. E në vijim të fjalës së tij, Piro Vengu u shpreh plot entuziazëm për transformimin e forcave të armatosura, duke kujtuar se gjatë vitit 2025 janë rekrutuar 721 të rinj, dhe se shumë shpejt pritet të nisë prodhimi i municioneve brenda vendit. Por kjo tablo optimiste bie ndesh me realitetin që qytetarët kanë parë gjatë verës, ushtarë të lodhur pa pajisje minimale, pa mbrojtje dhe pa trajnim të mjaftueshëm, të cilët përballeshin me zjarre në kushte ekstreme, ndërsa në fund të muajit paguajnë vetëm 57.000 lekë. Ky sot është vlerësimi për uniformën ushtarake. Zonat si Delvina, Gramshi, Finiqi dhe pjesët e Pelenës kanë pësuar dëme të pallogaritshme. Mira hektar ulliste, vreshta, pyje, pemë frutore dhe kullota janë zhdukur nga flakët. Pavarësisht shfaqjeve publike, ushtarët shpesh ishin të detyruar të qëndronin gatitur para kamerave, ndërsa realiteti pas tyre tregonte qartë se zjarret kishin përpirë çdo gjë. Ndërkohë ministri nuk dha detaje konkrete mbi mënyrën se si shpenzohen fondet e emergjencës civile, të cilat shpesh kalojnë më shumë për paga, trajnime dhe seminare se sa për mjete të specializuara. Megjithatë, ai foli për rishpërndarje të drejtë të buxhetit dhe për një Shqipëri më të përgatitur dhe më të mbrojtur. Por mes gjithë këtij patriotizmi të shpadhur, mbetet një detaj delikat. Në Greqi, emri ministrit thuhet se ende figuron në listën e personave që nuk kanë kryer shërbimin e detyrueshëm ushtarak, një fakt që mund t'i shkaktojë telashe nëse shkel atje.